që bën zoti Rama gjithmonë për ta konvertuar si një marketing interesimi, si një marketing për popullin, për interesin e popullit, për qytetarët, për ajo që ne kemi parë shpeshherë. Mbledhja e qeverisë është thjesht figurative, nuk është një mbledhje e cila të japi rrugëzije tek problemet e qytetarëve, po thjesht është një mbledhje e zakonshme që ndodh para sesionit të ri parlamentar, sepse zoti Rama jep orientim tek ministrat se çfarë ligjesh duhet të çojnë në parlament që të votohen. Për sa i përket truezës së zotit Berisha, ishte një truezë e mbyllur, nuk ishte e hapur, ishte një truezë me të njëjtat figura, me të njëjtat individ, me të njëjtat disa nga civile, avokat, ekspert. Patjetër, po nuk ka qenë e hapur, ka qenë thjesht e përzgjedhur. Pra, ftoi Qorin, ftoi Shejajn, ftoi Lapajn, por e përzgjedhur, jo një ftesë e hapur e cila nuk kupton edhe negociata publike që unë ftoj Dylberin, Gylsenin, Niksin e tjetrin publikisht edhe e ftoj në një konferencë të përbashkët. Por lind pyetja, përse na duhet trueza dhe nuk na duhet aksioni? Ose më saktë, avokat, përse na duhet fakti që se nesër të njëjtin fat si Shehaj mund ta kenë edhe Saliani që tani për Berishën është i keq edhe mund përjashtohet ose i vetë përjashtuar, nesër mund të krijojë një parti të re dhe Berisha thotë ftoj që të vinë truezë. Pra, kur është me parti edhe jashtë PD-s mund të ftohet ose të largohet, kurse kur është brenda nuk lejohet mendimi ndryshe. Pse mendimi ndryshe i Rehatit lejohet dhe atij që është brenda nuk lejohet? Po, unë duhet të them që të zoti Saliani duhet të qëndrojë në Partinë Demokratike pavarësisht se çfarë luftash ka kundër tij. Në rast se zoti Saliani shkon bën një parti politike, është e sigurt dhe destinuar që do të humbas, por ajo që unë këshilloj edhe të tjerët është kjo që mos u bëni vegël e Partisë Demokratike, e cila është partia më e madhe opozitare. Çdo parti politike të mbajë programin politik, të mbajë qëndrimin politik dhe mos të bëhet vegël e Partisë Demokratike dhe zotit Berisha. Pastaj, në rast se dikush prej tyre don të përdori manualin e Velis që u erdhi në Partinë Socialiste pas mjaftit dhe e azgjësoi mjaftin dhe në fund fare përfundoi burgaxhi në knetën e Durrësit, është zgjedhje personale që në politikë futet vetëm me plan A dhe nuk ekziston plani B. Prandaj them që kjo gjë që ka bërë zoti Berisha duke ftuar partitë opozitare, për mendimin tim nuk sjell asnjë risi, sepse në fund fare vendimarrjet politike do t'i marrë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike me në krye këta të dy. Pra është fasad kjo që po ndodh, avokat? Po, shumë e thjesht, është një fasad e bukur të justifikojmë që ne po i mbledhim thjesht për të ulur zërin kritik ndaj Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike në këto kushte që jemi ka bërë një marrëveshje poshtë tavolinës me Partinë Socialiste që nuk kuptohet qartazi çfarë që në ndryshime kushtetuese do mbizotrojnë dy partitë kryesore dhe do përfitojnë, kujdes këtu se unë gjithmonë të kujdesi dua interesin, do përfitojnë edhe partitë aleate. Në Partinë Socialiste nuk ka parti më aleat se zoti Rama i azjesoi flasën, dhe sikur ata të zgjohen dhe thonë duam edhe ne vend, nuk do të kenë vend, ndërsa në Partinë Demokratike për shkak se Partia Demokratike ka aq përqindje që merr vazhdimisht në çdo herë, do të përfshijë rreth vetes së saj dhe individ ose dhe parti politike që vinë edhe nga e majta. Nuk janë thjesht vetëm së djathta, sepse ne nuk është se jemi në ndonjë Zvicër, ndonjë Danimark edhe kuptojmë demokracinë ashtu siç duhet, sepse ne kemi edhe disa keq kuptime në termin e demokracisë. Po thua që dua të jetoj në parime demokratike, ai të thotë ti që ke Saliut. E kupton ku ke arritur ne. Prandaj avokat, po me lapën çfarë do bëhet? Urdhro? Me lapën çfarë do bëhet? Zoti Lapaj do takohet me zotin Berisha, s'bët fjalë. Nuk ekziston ajo. Kjo është thjesht momenti që unë nuk vjen njëri më mbrapa. Zoti Lapaj do të bashkohet me Partinë Demokratike se është detyrë taksative për të bashkuar.
kandidimi i zotit Binai ishte bashkim indirekt. 2027 bashkon zotin Lapaj dhe zotin Berisha kandidati i Tiranës. Pas 2027-ës, atëherë flasim, tani jemi 2026, pse më çon kaq shumë përpara, edhe na them pastaj që bëjmë falle. Prandaj, politikisht, ju po thoni avokat Berisha rizgjidhet në prill, edhe një herë kryetari i PD-s, bashkohet me Lapaj. Po e korrigjojmë atëherë. Partia Demokratike dhe Lapaj do bashkohen një ditë. Tani është në krye Sali Berisha apo jo, këtë nuk mund ta them, se di. Mirë, por e vërteta është që Partia Demokratike ose më mirë zoti Lapaj do të detyrohet që të futet në Partinë Demokratike dhe jo se të detyrohet për shkak të asaj që ne themi të një pakti politik që nuk kupton fitimin e partisë së tij, po nuk kupton paktin e tij politik për të vazhduar betejën e tij dhe brenda Partisë Demokratike, po nuk do ta bëj atë me pjesën e tij që bën tani që është në kryeministri dhe është i vetëm. Kjo tregon fuqizimin e tij në sy të publikut që i vetëm rrin një muaj, pra një muaj rri kush në vesh i ka thënë diçka Lapajt. E kupton? Skenar mendoni. Po normale, se pas skenari s'ka dalë aty kot, se edhe atë i thënë futu brenda prapë shkon në shtëpi, mos rri aty kot, apo merr studio dhe bëj xhiro. Pra, zoti Lapaj është në një qendrim, pra unë jam qendrestar, nuk ju traftova, por në mënyrë indirekte, më traftuat, nuk erdhët aty kur isha unë. Po unë s'ka pse ju gjymoj ju kur ju nuk interesojnë për hallin tuaj. Pra, Lapaj në mënyrë indirekte, edhe mirë dhe të mirë e bën, kur unë rri aty në shesh për ju, edhe ju nuk vini, në një moment saktuar do mendoj për veten time, sepse në fund fare unë sakrifikoj për ju, po ju nuk e kuptoni dhe mua më godisni. Edhe në fund fare çfarë do bëj unë? Do të detyrohem që këtë Partia Demokratike. Dhe detyrimi tek Lapaj është edhe një marrëveshje e cila u bë me rastin e zotit Binai. Ky ishte një marrëveshje politike me Partinë Demokratike. Ishte edhe Shabani brenda. Po edhe zoti Shabani, tani iku ai është avokati i popullit ai. Çfarë populli, po hajde avokati i popullit. Avokat, po këtej nga... Se dhja do jetë avokati i pushtetit, se i popullit s'do jetë, po hajde. E themi avokati i popullit. Çfarë them? Avokat, po provat i ka dhënë, po... Tani këtej nga...